Presidenti i Kinës Xi Jinping deklaroi se nuk ka fitues në luftën me tarifat, teksa Pekini dhe Washingtoni kanë vendosur tarifa të larta doganore ndaj importeve të njëri tjetrit. Xi Jinping nisi turneun e tij në Azinë Juglindore me një vizitë në Vietnam më 14 prill, duke sinjalizuar se Kina është e përkushtuar për tregtinë globale, pasi tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump tronditën ekonominë botërore. Nuk ka fitues në një luftë tregtare apo në një luftë me tarifa, theksoi lideri kinez, duke nënvizuar se shtetet tona duhet të mbrojnë me vendosmëri sistemin multilateral të tregtisë, zinxhirët industrial dhe të furnizimit global, si dhe mjedisin e hapur dhe bashkëpunues ndërkombëtar. Pas Vietnamit, Xi Jinping pritet të qëndrojë në Malajzi dhe Kambodgja, edhe pse Trump ka pezulluar zbatimin e disa tarifave doganore ndaj vendeve të tjera. Tarifat ndaj Pekinit prej 145% kanë mbetur në fuqi. Kina i është kundërpërgjigjur SBA-s, duke vendosur po 145% tarif ndaj importeve amerikane.